Thonë se koha ndryshon gjithçka, por sot çmimet po ndryshojnë jetën e përditshme. Dhe pyetja është për qytetarët, si po ndikon rritja e çmimeve në jetën e tyre? Kemi shpresa? Po ku diun ata, kemi zgjedhur ata të pahat, ata duhet ta dinë. S'mendojnë fare për ne. Populli thjesht ka lega, do tjerët sipër s'kan lek. Ti rrisin thotë? Po ti rrisin Allah. T'ja fuzin, ja kanë fut deri t'ja fuzin deri në fund, do t'ja vështirë popullit. Ç'është ti? Populli ka thënë gjithmonë do ta marrë gjithmonë. Po zot rresi thotë po. Ç'të ti thosh ti? Për rritjen e çmimeve thotë. Me 200 lekë, 200.000 lekë. Ti rrisi thotë më shumë thotë. Sa merr ti pension? I merr 200.000 lekë. 150. 150, ja. Kjo është si thon, mund të shkruaj vetë tallë ai kujt është? Ku ka pa Unë nuk e jap përgjigje në këtë pozicion. Atëherë me u martu faja, po nuk e mori njëri. Atëherë sa mund. Në kapitalizëm, a kërkojmë kapitalizmin? Në kapitalizëm ekziston prona private. Dhe në pronën private, ose ai që drejton bizneset e tëra janë privat, dhe shteti s'ka të drejtë funksionit. Asnjëherë. Unë jam 30 vjet i ikur nga Shqipëria. Dhe shikoj, po këtu është leshemi ti besh bashkë. Gabimi më i madh që rritën çmimet, sidomos për moshën e re, është gabimi më i madh. Çfarë punë bën ju dhe çfarë lekësh mirë ju dhe çfarë ushqimesh. Edhe çfarë sa kemi pensionin ne. Se me këta që kemi është gabimi më i madh. A mund ndikojnë në të ardhmen kjo rritja e çmimeve për shembull? Po të kemi. Do varfërohemi më shumë, do largohet më shumë rinia sepse Po do largohet sepse edhe punën e shkollës që ka bërë nuk e bën rinia. E bën vetëm një shtetit, kurse këtu qëndron kamarierë rrugëve të gjitha. Mendon që do ketë përmirësime apo? Ato e di. Ato e di, ëh. Unë jo për çmimet, që është menduri, po kam një problem tjetër që është menduri më shumë nga kjo. Po? Po. Kam ta thoni? Do ta transmetoni? Shpreu, patjetër. Në kanal YouTube e ke në gjitha rrjetet sociale. Unë kam punuar në një vend burimi nafte, në Ardenis të Fierit. Po? Pusi pa drejtësisht u quajt pusi e Enverit. Se mos e zgjat shumë, në përfundim të pusit, pusi dha naftë. Po? Unë kam qenë operator gaz o karotazhi, paguajshe 15.000 lekë në atë kohë, se e kam quar në SPAK e kudo. Këtë problem. SPAK-u e mbajti 7 muaj letrën, mbasi u zure me Sali Berishën atje në SPAK, ma ktheu brenda 5 ditësh. Do me qenë, them që dhe SPAK-u... Çfarë po kërkoni ty saktësisht nga kjo? Unë saktësisht kërkoj që këtë burim nafte ta marrë popullit. Ka 3 miliard, po është blokuar me barit. Dhe i thoni janë bajnë këta? Po, në mos këta bashkëpunimin e dy palët. Shumë interesant. Edhe rofshik më bashkë se. Jo, të lutem. Tani e kam quar kudo, në SPAK edhe kam këtu dokumenta, po të doni. Jo, s'është problem. Me nder nuk e çaj. Ti ke çuar tek ata më të lartit, sa do ne jemi media thjesht transmeton. Domethënë për këtë popull. Ligji bën të vetën. Për këtë talit për çmimin, për këtë popull nuk mendojnë as për çmime, as për jetën e tyre nuk mendojnë. Ata që kanë e kam të rrezik, ata që s'kanë çfarë bëjnë? Po të vojnë për këtë. Keq shumë çfarë? Në keq shumë nuk është. Është keq? Nuk është aq keq. Po pak më shësi kanë pensionistat më të. Kjo vjen si puna Trumpit edhe Saliut tuk e ne. Trumpin në Amerikë, Saliu tuk e ne. Po pra, po janë të njëjtat çmime, të njëjtat rroga, ndaj kupton, ata e kanë më të përballueshme. Saliu i mori të gjithë armatimin e zhduku më brenda nata u shkatru. Kush dhe mbroj Shqipërinë. Slasë roptera as tankë, kina pas 5 muaj tankës kina pas. Ka pas tankë në Gjirokastër, në Tiranë, po, ka pas në Veri, në Jug, e gjitha në Ekura, lufta në Kosovë, tankët tona shku në Kupi atje. Më rahat jetë ime në qona herë nuk kam. I ka pak. Aty du të shoj 5.000 kilene në ma shtë s'ka për zonë. Më shumë thotë, Po, 5.000, 6.000. Më rahat më pensionist jam. Ironike? Ironika apo vërtet? Pensionist jam sak për zotë së. Po mirë, atëherë, çfarë do t'i jepnit juve një mesazh për këtë rritje të çmimeve? Ka pensionista dhe kështu. Me kam shkilin, me kam këta, po. Ne e kemi ndërtu ferë dhe më prej unë në shokë, se kom punu në minjerën. Unë s'kom punu
këtu sjell kështu për cepet pallatit. Kështu është ajo. Si të folë më atë gjë mos e del në llaf si s'duhet. Kash që kështu gjëja unë jam me Jo, po i ke të drejtën tënde i qytetar. Po, jam me- Sa pagun taksa, ke të drejtë kërkosh çfarë dush, shpreh si dush. Jem do shpreh, po ka që të venin aty në si shpreh ai. Jo, që ke. As vogla jet. Faleminderit. Po shkej deputet ja gje po unë. Mu mi po gjitha. Po. Se unë ku punu minator minjer jam me shumë, më 229.000 lekë. Gati sa i pastros. Dhe ke rreziku jetën atje dhe Ja, pa se jef ato, si jef kus ato, ai si ka ki dibroni sa minator balerina, dilshim në balerina në atë mirë. Ka lepshim. edhe juve një ditë Me si në komie më i motër për qaflet. Si për të gjithë. Shumë shumë, a? Po çfarë duhet të bëjmë? Një t'japim një mesazh këtyre si të funksionojnë Mesazhe u është dhënë nga hera atyre, po nuk pyet njëri për popullin e vaj. në jetën e shqiptarëve të juaj. Më keq? Lart